Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim mesazhin e orakullit të dashurisë. Për lexime private, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Faleminderit shumë. Dhe fillojmë marrim mesazhin e orakullit të dashurisë për ditën e sotme. Që na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Kavalieri. Ky kavalier hypër në këtë kartë dhe me këtë tuf lulesh dashurie vjen drejt jush, shumë i lumtur. Jeni një person shumë i denj, një person i denj i cili shikon veten në pasqyrë, në të liqen pasqyrë. Do të keni një lidhje dashurie të shpejtë. Kjo lidhje dashurie do të jetë e maturuar, sepse ju jeni një person i maturuar. Ju shkruani në këtë ditar dëshirat tuaja për të bërë realitet. Jeni një person i kompletuar, keni fuqinë, zgjuarsinë, keni mbrojtjen nga universi dhe nga energjitë negative dhe ndriçojeni nga kjo hënë në qiellin e pastër. Jeni person shumë kreativ sot. Ju bashkë me personin që keni pranë i njisni shkallët, avash avash, ka dal nga dal, për të shkuar te kjo portë e paqes dhe për të bërë realitet ëndrat tuaja, sepse ju i jeni të dashuruar në këtë liqen të bukur të universit. Jeni persona shumë të dashuruar. Ju jeni të lumtur, ti je e lumtur, si personi i lumtur, dhe në të lavjeshse, je e përshkruar nga ky hylber ngjyrash të universit. Këto ishin mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa mesazhe të Teas, të letrave Tea. Që na thon letra Tea për mesazhet e dashurisë për ditën e sotme. Zemra juaj rreh vetëm për ju. Pra, zemra e personit rreh vetëm për personin që dashuron. Do të dish çdo gjë që të ndodh ty në jetën tënde. Pra personi që ju doni do të di çfarë ndodh në jetën tënde. Të do me shumë shpirt dhe zemër. Ju dashuron në infinit. Manifeston dëshirat për t'i bërë realitet në çdo moment. Ju mendon çdo çast, çdo sekond. Kur është vetëm, ndëron vetëm për ju. Kur është në vetminë e tij, ndëron për ju. Është shumë xheloz. Është i çmendur nga teje dhe të do në infinit. Pra, të do në infinit. Mendon të bëj një surprizë të bukur dhe lutet universit gjithmonë për ty. Këto ishin letra Tea